Konflikti juaj, thellë ishte konflikti interiu apo konflikti ideologjik, konflikt Bashkë janë ato. Më thënë, filloi si konflikt interiu dhe pastaj u shndrua në konflikt ideologjik. Më thënë, me mua në fillim ka nisur nga muzika rock. Pastaj kaloi ke letërsia dhe pastaj te politika. Te letërsia ndaluar dhe pastaj te politika. Babai e bënte se nuk e pëlqente këtë që bëje apo e bënte se druaj? Më thënë, të të ndalonte. Të thoshte kujdes, mos del dark, kujdes të muzikë, kujdes të shkrimtar, kujdes të letërsi. Ku ishte përplasja e tij? Apo nuk e pëlqente? Apo vetëm kishte frikë? E pëlqente dhe nuk donte që kjo të ndodhte me tij. Po nuk e pëlqente, sigurisht nuk e pëlqente. Kur kthehesh tani në kohë dhe të kujtohet, ka ndonjë gjë që e ke kuptuar ndryshe nga mënyra si ai nuk i pëlqente gjërat e tua? Diçka që mund të jesh keq kuptuar? Ndoshta ndonjë gjë. Po në përgjithësi jo. E ke kuptuar shumë mirë, domethënë, gjithë e ke kuptuar shumë mirë të tjetë. Po, besoj se po. Vetë, si i patë marrëdhënie me shumë personale, në fakt nuk e di, kam drejt pyet, po unë po pyes, me fëmijën, a patë do të njëjtin problem si ti me babajnë, u përcoll? Unë me fëmijët e mi? Jo. Jo. Sepse bëret kundërtën? Mund të themi të kundërtën ose që jam ndryshe. Ndonjëherë mendoj që me kalimin e kohës, një njeri i cili është i ri dhe vitet bëjnë të vetën, rikthehet tek babai dhe thotë që ai kishte të drejtë për disa gjëra ose për shumë gjëra ose befas bëhet si ai. Ju ja ndaluat vetes të ndodhte kjo. Çfarë? Të bëshit si babai. Po sigurisht që s'mund ta pranoje që të ashtu. Ç'kuptim do kisha, pse të kthehesh atje? A mendoni që ishte një çmim jashtëzakonisht i lartë i asaj që ndodhi familjes suaj? Në fakt, është një gjë që sa më lartë të jesh kur bie, aq më shumë e pson, aq më shumë dëmtohesh. Dhe nga ata që janë dëmtuar, ky ka qenë më lartë, mund të themi. Ju qëllon që të takoni njerëz që kanë kujtime prej tij? Në Spanjë. Në Spanjë? Shiko, atje ka pasur 60.000 vullnetar të huaj. Po. Ai nuk ka qenë, jo shikni si kryeministër këtu. Po. Atje ai ka qenë një oficer i vogël, një toger ka qenë. Ishte 24 vjeç. Po në Shqipëri? Si në Shqipëri. Njerëz që kanë luftuar me të, njerëz kanë jetuar me të, njerëz kanë kujtime. Po, më përpara, se tani ata s'janë më, ose janë shumë pleq. Kishit dëshirë të flisin me ta, apo donit që kjo temë ishte e mbyllur? Përgjithësi, siç u thash, nuk kam dëshirë të flas. E kuptoj. Ose rrallë herë kam dëshirë. Është e dukshme, po më fal që vazhdoj pyes. Të lutem. Dua të rikthehem te libri, po dhe te libri është një problem që nuk dua të flas shumë, sepse besoj është lexuesi që duhet të mos ketë shumë, duhet të mos di shumë. Më mirë ta shikoj vetë. Ju ç'a ndjeni për këtë libër? Domethënë, u thanë të gjitha që duheshin të thënë apo? Po. Mendoj se është i plot. Mendoni se është i plot. Më thënë. Aq sa mund të bëj unë. Ja, po lexoj diçka në fund. Lexuesi do të endet në faqet e këtij romani të ndërtuar jashtëzakonisht bukur, pa e kuptuar nëse historia që po lexon është ajo e personazheve që kanë ekzistuar vërtet, si ajo e Ramize Gjebres apo e Mustafa Gjinishtit, me të cilat ndërthuret apo do të përshkroj fillin e një trillimi të mirëfillt. Kjo është një gjë që të shoqëron gjithkohës, ndjesia që ti je duke folur, je duke kuptuar diçka reale apo është diçka që ti nuk po e kupton. Dhe kjo është përgjatë gjithë librit, por ka një fuqi të madhe në çdo fjalë të thënë shumë thjesht, një fuqi të tillë nga ato që më bëri mua qysh në fillim të faqeve të para, të kisha atë tronditjen e një ide që më kishin internuar. Në fakt, realisht një njeri këtyre kohërave nuk e kupton atë kohë dhe për këtë arsye, se nuk e kupton çdo thotë të internojnë, të marrin dhe të çojnë asgjikundi. Dhe pyetja që ti bën është kur mund t'i marr rrobat e mia në Tiranë. Dhe kjo duket si pyetje normale, dhe këtë e bën dhe personazhi në libër. E keni bërë ju dikur këtë? Jo. Apo ju s'kishit më shtëpi në Tiranë kur ikët? Jo, s'kishim.
Asgjë. Keni gjëra nga kujtimet asaj kohe, ka ngelur diçka? Kujtime kam shumë, sigurisht. Materiale? Jo, materiale pak gjë. Shumë pak. Nuk dia kam. Nuk dia kam. Kaloni nga shtëpia, për shembull, në Vlorë, ku unë kam lindur, gjithmonë po e shtëpia me metit, gjithmonë e vila e bukur në det. Kaloni andej, shikoni me syrin e fëmirisë, apo nuk doni të përballë? Po, ajo ka ndryshuar, domethënë në atë gjendje siç është vila tani, që është rikonstruktuar e gjitha, atje nuk kam qenë asnjëherë. Ka qenë shumë më e vogël kur kam qenë unë. Në vilën e re? Po, atje që është në këtë ujë të ftohtë. Po atje me siguri keni mësuar notin? Jo, më shumë shkonim në Durrës. Në Durrës, nuk rinit shumë tek ai vend. Prandaj nuk është se ju thot shumë. Po thot, po, domethënë është kohë largët edhe pak, domethënë shtëpia siç është tani nuk ka qenë, e kupton? Nuk kam qenë në atë shtëpi. Ka qenë shumë më e vogël, po kam qenë unë. Si a dolët ju që gjithë kaq shumë kujtime, kaq shumë histori, kaq shumë gjëra dhe ju në një farë mënyrë nuk u bët pengu tyre as robi tyre. Ju keni patët një të ardhme, ju jeni njëri me dashuri për njeriu, për gjuhën, për letërsinë, për romanin, për të gjitha. Si shpëtuat ju, domethënë? Se Elmi brenda vetes na mbyt kur është aq i vogël, jo? Po, më ka ndihmuar natyrisht letërsia të shkruarit. Natyrisht pastaj edhe në burg ka qenë edhe solidariteti, domethënë me të bashkëvojësit, edhe më kanë ndihmuar. Si ka mundësi që ata ishin solidarë, kur ju ishte djali një njeriu i cili mund të kishte shkaktuar fatkeqësi disa prej tyre, regjimin që përfaqësonte? Po ja që kishin humanizëm. Njerëzit në burg. Po. Kishte humanizëm. Nuk patët asnjëherë probleme aty. Jo, nuk kam pasur. E ju tregova për një njeri i cili foli për 313-ën. Tregoj thjesht një detaj kur u erdhi një çokoladë. Nuk e vazhdova, nuk doja ta vazhdonte, por ai fliste me shumë dashuri për ju. Për një djalë të ri që futej të 313-a në një... Dhe ata e dinin historinë dhe nuk arrinin dot ta kuptonin si kishte ardhur ajo. Por Barcelona ka rol në shpëtimin tuaj si individ, si Jo, ishe i shpëtuar tashmë. Ishe i shpëtuar. Po që atje është, ju thash, që ka ato të mirat e veta, që e përmenda që pare. Po, ndërkaq, Barcelona, çfarë ndikimi ka ke ju? Apo tani kollaj ju mund ta ndryshonit me Shqipërinë, mund të vinit kollaj dhe të thoshit do kthehem. Apo jo? Po, do ta fillonja këtu jetën pastaj nga e para. Më thënë, unë vi her pas herë, po duhet ta filloja nga e para, nëse do vi. Po ju ndoshta do vi dikur, nuk e di. Jo, ju shikojt shumë të përfshirë në her pas herë, domethënë me librat, me nevojën për të qenë pjesë, do ju e doni Shqipërinë, nuk keni. Po, mundësitë e komunikimit sot janë të tilla që mund të i çon librin, mund të e boton këtu, s'ka problem, ose mund të dalësh dhe në mund të japësh intervista duke qenë atje, mund të shosh artikuj, nuk ka asnjë kufizim nga kjo anë për kthimet e këto gjëra. Pastaj fakti që thash vi prej këtej, po jam atje, kjo pastaj është e natyrshme që unë të përkthej edhe ose të sjell njerëz këtu prandej, të çoj atje njerëz prej këtej. Njerëzit me cilin ju komunikoni tani që jeni në punën tuaj, shkrimtarët që përktheni, njerëzit me cilin rini, e dini historinë tuaj? Po e din. E din. Po. Kanë kuriozitet apo kanë kujdes që të mos e prekin? Po edhe kanë kuriozitet. Edhe kanë shkruar disa prej tyre. Javier Cercas, për shembull. Po. Kur botova një roman në Spanjë, më thënë para disa vjetësh, ai bëri në El País, gazetë kryesore, bëri një shkrim dhe foli dhe për historinë time. Se interesante. Ju e sollët Cercas në Tiranë? E kam sjell 2 herë. Në një prej herëve unë e kam intervistuar, kemi qenë bashkë. Po. Dhe ai tha një gjë që unë s'harroj kur, në lidhje me nevojën që njerëzit që janë nëpër rrugë, nuk e kuptoj pse nuk i ngjiten malit. Ç'bëjnë që nuk i ngjiten nëpër mal? Këtë gjë e kam kuptuar kur pallatet filluan ta mbulojnë Dajtin. Dhe unë atëherë fillova ndjej nevojën që ta shikoj më spari dhe pastaj edhe ta hec. Kjo është një gjë që se kuptojmë kur e kemi. Dhe një prej arsyeve që shumë spanjoll erdhën këtu, shumë shkrimtarë jeni ju me faktin që i përkthyet në shqipen që duam. Kjo nuk ju pengoj për të shkruar libra tuaj, fakti që përktheni? Jo, s'pak. Fare? Gjërat ndryshme, jo, s'ka pse të më pengoj. Ju po shkruani përsëri tani?
Tani në këtë moment, jo. Jo, ky është libri. Ky është, po. Për cilin tani do... Po, kjo besoj është intervista e parë, do pasohet nga të tjera. Që do thonit ju vetë për këtë libër, pa ju pyetur? Si doja të tregonit një njeriu? Do t'i thosha atë që është tregimi i Borgesit, të cilin Bertolucci e ka shndruar në vepër kinematografike, dhe pastaj unë, duke i bërë si me thënë një ekranizim të lirë, pastaj unë i kam bërë një letrarizim të lirë filmit të Bertolucci që ka brenda tregimin e Borgesit. Më thënë, kaq do t'i thosha në përgjithësi, dhe kaq them, zakonisht. Pastaj le ta lexojnë si duan. Ose do thosha natyrisht ka ngjarje që ajo që tregohet në qoftë në tregimin e Borgesit, që rrëfet, qoftë në tregimin e Borgesit, qoftë në filmin e Bertolucci, ka paralele me ngjarje reale në jetën në historinë e Shqipërisë, të cilat i kam përfshirë, siç folëm që pare. Përfshirë dhe përjetuar. Më tepër janë paralelizëm, nuk janë përjetuar. Ato janë historia e Ramize Gjerbrec dhe ajo e Mustafa Gjenishit. Ku që ka ndodhur para se unë të linja. Jo, po flas për internimin. Internimi nuk ka lidhje me tregimin e Borgesit dhe me filmin e Bertolucci. Është pjesë që përfshihet në këtë historinë që kam trilluar unë, si me thënë. Se ka shumë gjëra që natyrisht nuk janë as e njëri as e tjetri. Pra nuk është një libër i thjeshtë, me pak fjalë. Nuk mund të themi që ky është një libër i thjeshtë, që ti merre, lexoje brenda një nate dhe okay, pastaj do ta lësh në bibliotekë. Ky është një libër që do vëmendje për ta lexuar, do kulturë, do duhet i kesh parë gjëra për cilën ju flisni, edhe do çfarë tjetër? Këto që thatë ju besoj janë mëse të mjaftueshme.